Denoncimi me fakte dhe video i emisionit Tak Fak për qendrat e masazheve që ofrojnë shërbime seksuale vuri në lëvizje policin, e cila nisi procedim penal për pronarin e një qendre masazhesh dhe një punonjëse 37 vjeçare, ndërsa shpalli në kërkim edhe një vajzë 28 vjeçare. Një çuni jon, një alamet çuni, që kishte probleme me kocka, ne e futëm tek një nga këto qendra masazhi. Shkoj për kocka, por ja thyu kockat ajo. Emisioni Tak Fak në News 24 me anë të kamerës së fshehtë filmoi vajza të cilat ofrojnë shërbime seksuale në këto qendra masazhesh. Bashkëpunëtori Tak Fak që u infiltrua në qendrën e masazheve gjatë bisedës me vajzën që i ofron një shërbim të tillë, zbulon orarin e zgjatur të punës, klientelën dhe shumë detaje që lidhen me këtë veprimtari. Я что-то не пошел экстрам, то там Она ставила под массаж, Nga biseda zbulohet se një nga vajzat që ofron shërbime seksuale mund të fitojë 300 deri në 400.000 lekë. Policia bën të ditur se po dokumentohen rrethanat e plota të rastit për identifikimin dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore të personave të përfshirë në këtë veprimtari të palishme.